Gjykata e Durrësit ka komunikuar pas ditën e të premtes masat e sigurisë për 20 persona të arrestuar në kuadër të hetimeve për çështjen e mbetjeve të rrezikshme. Pas shqyrtimit të kërkesës së prokurorisë, trupa gjykuese ka vendosur masa të ndryshme, në varësi të rolit dhe dyshimeve për secilin prej të përfshirëve. Në total 8 persona janë lënë në masën e arrest në burg si të dyshuar për vepra që lidhen me kontrabandën dhe menaxhimin e paligjshëm të mbetjeve. 5 të arrestuar janë lënë në masën e arrest në shtëpi, 7 persona të tjerë do të jenë me detyrim paraqitje. Nga mosat e marra në 11 nga 102 kontejner, është konstatuar se ato kanë përmbajtje shumë të lartë të zinkut dhe të hekurit, të shoqëruara me plumb, bakër, klor dhe squfur. Kontejneret janë vendosur në zonën e Porto Romanos, pranë parkut ekologjik, ku u morën në dorëzim nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të klasifikuara. Mbetjet qëndrojnë aty në një mbikëqyrje të rreptë deri në përfundim të hetimeve nga organi i akuzës.